Përshëndetje, prapë unë këtu. Tani do peshojmë barishtet që kemi mbledhur në natyrë. Edhe thash një herë të shikoj një herë sa punë ka bërë 10 euro kilash. Thash pas kam bërë gati 2 orë punë me 10 euro, gati me 10 euro orën. Para se të më shani çantën që e kam zhull, se kështu është, shikoni edhe çantat juve të psit e diganët, çanta ishte dëbore barë dhe kisha në çantën e dorës, por është bërë pizë ka barishtet. Para se të lodhin, mos të lodhen i kotë. Edhe këto janë ato juvertin, se që të regova, mblodha hithra, mblodha qumështore, falenderoj mikeshat e mia që më dhanë këshillat që qumështorit janë të mira, edhe unë i mblodha dhe i përgatita sot dhe u kënaqa. Faleminderit gjithë juve që më keni shkruajtur. Shikoni tani se çfarë mrekullie na fal natyra. Unë sot u kënaqa, dola dhe një relax. Këto janë ato qumështoret. Ishin mo dritë, nga që ka rënë dhe shi dhe ja vlen me gjithmonë. Kështu që mos përtoni, dilni e mblidhni se ja vlen me gjithmonë. Këtu tek ne ka rënë shi dhe është shumë të pastra. Nesër do bie prapë shi, thash ma se kush e di na hap koha, marrim pushimet, të shkojmë të mbledhim ca barishte.